Paktën nga fëmijët duhet korrigjohet. Okej. Sevin? Jo, ky është një apel i bukur dhe duhet vërtet një fokus shumë të gjerë për këtë çështje, por për ta shtrirë më gjerë temën, nuk janë vetëm të dy grup moshat kur ju dha rëndësinë e duhur në mënyrë absolute, sepse por ajo çfarë shohim është kjo depresion kolektiv që neve përballemi që kur zgjohemi. Pra, pa pirë ende kafen e mëngjesit, neve përballemi. E ke dëgjuar ato të fundit, po e fus për batut, po ndoshta edhe për ta ekstensionuar pak temën. Nga këto memet e fundit dhe më simpatike janë mendimin tim që përshkruan më së miri jetën në Shqipëri është do fleqin në nënt se do acarojmë herët. Po. Totalisht. Edhe në nënt ti nuk ke mundësi të flesh nëse të këtë. Po do zgjosh janë 12 do edhe në debil fishë zjarre. Po, sepse ne fillon ne na prishet ajo mënyra i qetësia jonë që flasim për gjërat më minimale. Pra, ke mënyra që ne përballemi në përditshmërinë tonë. Imagjinoje pastaj vërtet efekti ekonomik i cili është thuajse shumë i vështirë në përballjen që kanë shumë familje. Ne kemi mënyrën se si shteti shqiptar dhe jo, sepse është rast unik në botë, promovon antivlerat dhe këto antivlerat vinë me këto Ferrarat e me Lamborghinit që i induktojnë fëmijët në atë jetën surreale dhe krijojnë atë pastaj midis virtualitetit dhe realitetit, një shkputje. Dhe kjo absolutisht që është nëse vëre këtë te kulturat perëndimore është turp të bësh këtë gjë. Pikërisht, pra prandaj e nxorra si rast i veçantë në Shqipëri. E kuptoj, sigurisht ndoshta duhet të rishohim pak edhe programin televiziv se çan nxjerrim në televizor. Faleminderit shumë Erudita, faleminderit Suela, faleminderit Sevin. Dhe më pëlqeu edhe qëndrimi i Sevinit se ndoshta duhet jemi pak më agresiv dhe kërkues ndaj gjithëve, edhe ndaj shtetit, edhe ndaj mediave, po ndaj njëri tjetrit duhet jemi pak më të buta, pak më të dashur. Ne kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak, qëndroni me ne.